Ministri i jashtëm Timço Mucunski ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e tij shqiptar Ferit Hoxhën. Siç shkruan në Facebook, është diskutuar situata aktuale në rafshin global për perspektivën europiane të dy vendeve. Korridorin 8, liçenin e Ohrit dhe obligimet që dalin nga UNESCO, por dhe për çështjen e pakicës maqedonase në Shqipëri. Nga ana tjetër, shefi i diplomacisë shqiptare Ferit Hoxha përmes një postimi në platformën X ka nënvizuar rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes së Ohrit dhe të ligjit që parashikon përdorimin e gjuhës shqipe në institucionet shtetërore. Riafirmuam rëndësinë e jashtëzakonshme të zbatimit të plotë të marrëveshjes Kornisë të Ohrit, gurthemelit të bashkëjetesës ndërretnike dhe stabilitetit institucional në vend. Në këtë drejtim, nënvizova rëndësinë e zbatimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve, duke përfshirë përdorimin e gjuhës shqipe në institucionet shtetërore, përmes zgjidhjeve që respektojnë parimet kushtetuese dhe pasqyrojnë karakterin multietnik të vendit, shkruan ministri i jashtëm i Shqipërisë. Hoxha shton se procesi i integrimit të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian ishte një tjetër pikë e rëndësishme e bisedës mes dy homologëve. Hoxha e mbyll shkrimin e tij duke nënvizuar se një tjetër dakordsi me Mucunskin ishte rëndësia e avancimit të bashkëpunimit në zbatimin e korridorit 8, një projekt kyç për zhvillimin rajonal.